Vjetori i superherojnëve, Klubi Alpin i Prishtinës rikëtan edhe këtë vetë aktivitetin humanitar Superherojnë 2025. Një nismë që tashmë është bërë tradit. Alpinist të veshur si superherojnë zbresen nga dërtesat për t'ju sjellë buzëqeshje edhe dhurata fëmijëve. E këtë vetë aktiviteti është zgjerua në 6 qytete me synim për të takuar rreth 200 fëmijë në secilin qytet, duke shpërndarë kështu shpresë, gëzim edhe pak magji për festat e fund vitit. Unë në studio e kam kënaqësinë që kam të thuar Kristian Gashi edhe Besnik Reka nga Klubi Alpin i Prishtinës. Faleminderit shumë që keni ardhur sot, Kristian. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit Besnik, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur dhe më fol pak a shumë për këtë aktivitet kaq të mirë. Tashmë është edicioni i 6 që po bëhet. E që si vjetin e zgjeru dhe në qytetet e tjera. Kristian, po ja filloj me Prishtinën, mas pari si zakonisht qysh filloni në Prishtinë, qysh ka aktiviteti, kemi pa që ka qenë shumë bukur, madje ka marrë vëmendje edhe në mediat botërore. Po Prishtina, superherojnë pediatri ka qenë fantastik, kështu që e the edhe ti, është edicioni i 6, viti i 6, kemi fillu në 2019, në 2020 nuk e kemi mbajt shkak i pandemisë. Pastaj kemi vazhdu me 2021 deri me tani. Këtë vit ka qenë jashtëzakonshëm për atë farë stresin e madh që kemi pas kohën me që u prit kemi ra shumë shi, edhe fatmirësisht dashti edhe Zoti mos më na ra shi, edhe u realizu bo një prej aktiviteteve me bujë dhe ndërkombëtare në krejt, mos me cekë ku çka ka ndodhur, po në krejt botën është shpërnda lajmi. Reuters, AFP, Argentina, Zi, Itali, Gjermani, krejt botën, dhe më thonë, ka bo një bujt madhe dhe është marrë një shembull shumë i mirë, që është një vend ka që i vogël si Kosova, din me bo gjana shumë të bukra me qëllimin kryesor me i gëzu fëmijët sa do pak në këtë fund vit. Këtë vit kemi bo hala ma madhështore, kemi bo një kombinim fëmijët brenda janë 150 shtretër, si pas informatave që i kem prej qendrës klinike universitare aty, dhe parafërsisht kanë qenë rreth 130 të shtrim fëmijë, ndërsa dhe jashtë këtë vit kemi organizu disa shkolla dhe qerdhe, ku kanë marrë pjesë rreth 200 fëmijë kanë qenë edhe jashtë, të cilit i kanë përkra dhe ata mrena e kanë kuptu që këta krejt jashtë superherojt, fëmija dhe krejt të tjerët, jënë ardhë me i gëzu qatë ditë sa do pak një avdhoni një buzëqeshje atyne. Edhe është viti i 6, këtë vit kemi vendosur me i pastë edhe në, të më thonë, total jemi në 6 qytetet e tjera. E kemi mbajt në Prishtinë, vazhdojmë të shtunën e kemi mbajt në Skenderaj për herë të parë. Këtë të shtunë me 20 vjetor jemi në Ferizaj, kam na fol Besi ma vonë. Pastaj jemi në Mitrovic të dielen, me 27 jemi në po 2 javë dhe ditën e zgjedhjeve. Na kemi vendosur, jemi të e bërë realisht edhe në një fushat kështu këtë vjetor, po fushat për me i gëzu fëmijë në krejt Kosovën. Me 28 vjetor që ka me qenë kështu finalja dhe fundit, jemi në Gjakov, kështu që ju ftoj edhe juve dhe media atje me marrë pjesë, me thy pak atë rutinën e zgjedhjeve. Gjithçysh gazetarët për zgjedhje kanë me qenë të shpërndarë në krejt qytetet e Kosovës, kështu që në Gjakov do të me qenë një ekip që kanë një përcjellë dhe juve. Të sahat kulla aty është e veçantë, kështu që mundeni edhe të shtunën e kemi në Ferizaj që shqetëseka, është vikend, jemi gati edhe për Ferizaj, kështu që jemi të vazhdu para. Besnikun e kemi prej Ferizajit, kështu që Besnikun na fol mas miri për këtë aktivitet në Ferizaj që po bëhet për të 5-ën herë me radhë. Edhe Ferizaj, do më thonë, 2021, tashtë është viti 5 që për mbaj me Klubin Alpin Prishtina, që jam falenderus për këtë kauz, se mund të që u liret që është për neva është një kauz, po edhe është edhe një knasi që spaku po mundohemi mi dhonë aty në fëmijëve një buzëqeshje, e një buzëqeshje vërtet është shumë për ne, kështu që është knasi që fëmijëve po i buzëqesh atë ditë që t'i shohin herojët dhe vërtet t'i prekin herojët e tyre, jo vetëm në për televizion, që i kanë po t'janë edhe live duke i alpinistat urban kësaj radhe, duke lëshu me litar në Ferizaj, pasi po flasëm për Ferizajnë edhe e kemi këtë vikend, këtë shtune,
Kështu që allon i ftoj nga televizioni ju, gjitha ta prender, nxënës të shkollave, drejtor të shkollave që t'i ftojnë fëmijët dhe të vinë së bashku me prindit e tyre dhe të shojmë vërtet se ndoshta du të bëmi modeste e radhe, po sinqerisht kjo nuk e merr vetëm që është një rekreacion ndoshta për fëmijët, po është duke marrë edhe një festival, mund ta quajmë lirisht. Se vërtet si sta dhe Kristi, këtë vit veç u bo ma buj edhe u bo botërore, edhe vitin e kalun po kjo vit e ka marrë një hap shumë atë madhë, kështu që jam shumë i njohës që i kum bashkangjit klubit Alpin Prishtina, në krye me Nazin, Qëndrimi, Kristin, edhe tjerë se klubi Alpin Prishtina nuk ka vetëm një klub tani, po është një gamë e gjërë, edhe një gamë që po bën shumë për të rinjët tonë, për të veshlit tonë, dhe për këtë vendin tonë dhe për ata të ardhmen tonë. Kështu që është pak për t'i falenderu, po është një kauzë që kemi bashkangjit edhe du t'i bashkangjit që mësoj kauze si me media, po edhe njerëzit qytetarët përgjithësi. Po, është të vërtet është një kauzë mjaft e madhe që po bëhet tashmë që 6 vite nga klubi Alpin i Prishtinës. Ju, synimi ju i ka qenë rreth 200 fëmijë në secilin qytet me i po nga afër, me shpërnda dhurata. Po, numri më duket ka shku interesimi i fëmijëve ka qenë shumë i madh. Po, me Prishtinë mundemi me menaxhu pak ma ndryshe, për shkak se edhe është edhe ditë pune, për shkak se fëmijat vikend kthejnë një pjesë e madhe ty në shtëpi. Ndërsa për marrë shembull Skenderajin të shtunën, s'po thom nga ka doli jashtë kontrollit, po sheshi i Skenderajit, qysh mundet mu po edhe më falni në foto dhe në video, kanë qenë ma shumë se 500. Më thonë, na kemi prit... Jashtë prishmërive tuaja, pas ka qenë. Jashtë prishmërive dhe na ka qitë pak problem të shpërndarja e dhuratave dhe na u ka dash me i hap pakut e dhuratave të cilat i kanë pas të ka 7 produkte mrena. Na u ka dash me i hap, me i avdhon ka 1 ose 2 ose 3, qysh kemi mujtën. Thjesht edhe ka qenë e veçanta që edhe prinda kanë ndihmuar në çata aspekt, për shkak se u mbush aty thjesht nuk kemi mujtë me i numëron total, po kemi qenë kanë qenë ma shumë se 500 persona në krejt, edhe në bas foto që shqit aty ka qenë jashtëzakonshme. E veçanta është që thjesht është kthy në një fest edhe një festival edhe që është Ceki Besi, kështu që vitin tjetër kemi mos zgjeru edhe në 2-3 qytete tjera, nuk për i cekmi tash se na vynë ko që shumë organizim, realisht mirë me këtë vitin me mrindej aty. Thjesht është një organizim shumë i madh. Edhe i kisha falendru mësë mi harruë spari grupin e vullnetarëve që jemi rreth 80, që se cili aty e bon angazhu në mënyrë vullnetare edhe janë të jashtëzakonshëm, se cili realisht është pak mi ju thonë me fjalë me i falendru, po kështu që e din ata vetë, jemi të bashkëpunu, janë të e bo me shumë dashni se cili prej tyre, jemi shumë mirë njerëz dhe falendrus. Tjetra që kisha kalu është institucionet komunale, janë shembull për të mirë pa dallime politike, për neve janë shumë bashkëpunus, me Prishtinë, me Podujev, me Ferizaj, me Skënderaj, si cila komunë kudo që jemi, janë super bashkëpunus, asa kanë mundësi na përkrajnë me leje, me organizim, me çka do të qoftë që kanë mundësinë ma të vogël, janë super bashkëpunus, gjithashtu edhe bizneset e tjera, e kemi për vitin e 5 për marrë shembull bankën ekonomike dhe kemi bo tradicionale dhe me ta, nuk hezitojnë absolut heq, i kemi tani dhe këto prodhimet vendore të ju edhe Stobi Flipset që janë të tjera. Thjesht mos më unal në detaj të gjithë se ujë Rrugova për shembull, e kemi, ata na kanë lehtësuar shumë këtë vit, me një kombi, na i kanë dhënë për me i bajt pajisjet, ka edhe shumë të tjera, adin nuk po du më unal edhe s'po më kujtohen për momentin, bë i falenderoj kështu publikisht gjithë për krasit të cilët janë sa do pak janë të bo në këtë pjesë dhe janë të na i lehtësu organizimin, edhe juve, mediave, jeni të bo mas shumë të më i me thonë kështu, jeni të e shpënda lajmin rreth e rrotull Kosovës edhe në krejt botën kudo që ka shqiptar. Këtë vit kemi tentu dhe përmes diasporës, vitin tjetër kemi me rrit shumë ma shumë, që edhe ata me kontribu në këtë formën e organizimit përmes dhuratave dhe formave të tjera, për shembull
në Care for Kosovo Kids, në pediatri, e kemi, kështë e harru Valen, edhe Valen është të nga për kra, e kanë hap një numër të veçan, ku me kushton një SMS, po vetëm prej numrave të Vales, kushton €1, dërgohen në numrin 5551, edhe €1 shkojnë direkt në Care for Kosovo Kids, pastaj kur në fund deri me 27 vjetorës gjatë fushata, pastaj gjitha fondet shkojnë në llogaritë e Care for Kosovo Kids, të cilat fonde shfrytëzohen gjatë vitit 2026 për blerjen e medikamenteve, banave, që të qoftë nevojave tjera të cilat i kanë fëmijët në spitalin e pediatrisë në Prishtinë. Besnik, jeni veshur ju si superheroj, jeni lëshu nga ndërtesat, apo jeni marrë ma shumë në organizim? Nuk jam vesh, edhe këtë vetë jo, se çdo herë në, se qeki, se që tha dhe Kristi, kjo tha që t'i falenderoj vullnetarët, kështu që na vërtet na duhet t'i falenderojmë këta për këtë ide edhe për këtë organizim kaq madhështor, për veshje edhe këtë vetë jo, se ka njerëz, ka më të ri dhe t'japën përparësi çdo herë mosha të reja dhe njerëz me më të ri që t'janë edhe ata prezent, jo t'ja zonë vendin çdo herë që t'jem. Na nuk jemi politikaj, na jem që shojnë në vend. Kështu që nuk luftojna për karrik, po luftojna për njerëzit që sa ma shumë, sa ma madhështore del, a sa ma shumë njerëz që të marrin pjesë, vullnetar. Po ke qeni veshur, viteve para proje ke qeni veshur. Qysh ka qena e ndjenjë për ty, kur jenë shu prej ndërtesës e neve tashna, kur të shojmë nga syri i publikut, na duke që është pak fështirë, nuk e di është fështirë për juve. Jam shu në Ferizaj, edhe me të vërtet për mu nështë ka, jo për mu po hera e parë edhe hera e fundit që jam shu në 2022, dhe më zgabo, sha 2021 në shtu? 22, edhe, po ka qenë diçka, aja kënasia më e madhe, që e kam po në sytë edhe në bosqeshin e fëmijëve, atëherë kam qenë shumë i kënaqur. Edhe vërtet është kënaqësi kur ta bën një njeri apo një fëmijë të bosqeshur. Realisht është një prej kauzave dhe ideve më të mira që ka mujt klubi Alpin me i sjell alpinist të veshur sikur superherojnë, tamam për dëshirën e fëmijëve, që është tha dhe Besniku që superherojnë që i kanë pa vesh në televizor, tashmë në jetën reale me i pa nga afër, me bu fotografi me ta, edhe me marrë dhurata prej tyre. Po kjo që po bëhet nuk është, domethënë, unë nësë kemi hasë në dikon që asë në Ballkan, po asë në rajon këto. Po. Domethënë, ndoshta është edhe një ndërprej unike është me vetë faktin ka bo bujë ndërkombëtar, ajo veç është unike. Kështu që vetë tregon që është diçka shumë e veçantë ndaj tjera organizime si që në bëhen më herët. Fëmijët realisht janë në ardhmja e këtij venit, kështu që faleminderit shumë që gjithmonë nuk hezitoni asnjëherë me gëzu fëmijët edhe pse jo me ju pru dhurata dhe një buzëqeshje të mirë për fund vetë. Pa tjetër, që që the, ata gjatë shpërdarjes dhurata, aty e kupton atë pafajësinë e tyne, caku na e kem zakonisht të dhuratat mundomi, mi ju dhonë edhe e kem imi të i përfshi në disa qytete, për shembull edhe në Gjaku, ku të që ka prej komuniteteve rave, shkali dhe krejt komuniteteve të tjera, më thonë jo vetëm shqiptarë, kështu që i ftojmë edhe të tjerët, na u bashku, cakën e kemi ju dhonë atyne që vim prej familjeve më të varfëra, por që ndodhe, fëmija kur vinë aty, a i se cili do me marrë një dhurat, nuk i interesan aty, a ka po mendoj ajo dashnia ose dëshira shumë e madhe, befasia e tyne, Spider-Mani ose Batmani, mja dhonë Batmani, mja dhonë një vetur të vogël, ashtu, për ata është befasi, 2019 e kemi pas këtë farë pjesën, pi kujtoj, po çdo vit, po kur ai Batmani qëndrimi ja ka dhënë një vetur të vogël, aty dha, ua, a din tu e pa kështu çash ka ndodh, Batmani po më jep mu dhuratë, din. Ose Spider-Man, unë kam qenë 2019 në veshën si Spider-Man, edhe lëshimin u ardh kanë qenë këtë, edhe ju keni qenë, më kujtohet të shumë mirë, Vilin Nalta që kur kanë ardhur të shtatë që ne kemi pas live tu vesh na këtë. Një fëmijë i vogël i veshën si Spider-Man, edhe ai ushtar edhe të ma bo me dorë që po du me të përqaf, edhe uarë më ka përqaf, a i ka kërku me shumë, ka thona mundesh të lutë na Spider-Man me hek maskën, po du me ta pa ftyrën, prej filmave vizatimorë dhe kështu që i kam pa, thjesht është gëzimi që javdojmë fëmijëve, thjesht është e papërshkrueshme dhe s'ka asnjë vlerë kështu monetare, dashnia që javdojmë edhe ata na i kthejnë brapa dhe
Që të Mitrovica për e shojmë një Superman të vogël, aty Supermani me një Superman të vogël. Kushtrimi, me atë pjesën po, Mitrovica, edhe këtë vit Mitrovica është për herën e dytë që kemi me organizu. Edhe vitin e kalum, na ka mbefasu këto qytetit ma të vogla, me thonë, Mitrovica s'është qytet i vogël, gabova. Po qytetet që fundi i vitit dyqysh nuk kam pas shumë aktivitete, e patëm rastin e Skenderajt edhe prind na falendëru një jashtëzakonisht shumë për shkak se janë të mungu aktivitetet rekreative, sportive, e sidomos këto që i gëzojnë fëmijët sa ma shumë, që viti 2 Mitrovic kemi mundal njëjtë edhe me Skenderaj vitin tjetër, kemi me bu hala ma dështore, që që kemi podujeve në kemi me 27, është hera e parë. është një hezitim i vogël në fillim, po kur po ndodhë tani për shofin që nime ja ka vlejt, tash prej vesh edhe diasporën i kemi kësaj, dhe me Frejzaj edhe Tuqe, që kemi me thyjat monotoninë e vjetorit, monotoninë e politikës në për media që është gjithka rreth rrotull dhe njerëzve, thjesht po dojmë me bu na një fushat, jemi të e borë, një fushat për me i gëzu fëmin, që që thash kemi me mbyll me atë Gjakovën atje, dhe bashkë ditën e Po shumë mirë se për një me ka njerë edhe fushatat edhe zgjedhjet e kretë këto po i lodhin paka shumë edhe qytetarë që po kanë nevojë për aktivitetet dhe kauza tilla me po. Që i ftoj, ty janis prej Ferizajt shtunën, i ftoj prind me fëmijët e tyne, me ardhë në shesh, me vizitu, pastaj Mitrovic, me të djelen, me 27 në Podvjev, me 28 në Gjakov, mi u bashku fushatës tonë, edhe më na përkra, edhe me bo sa ma madhështore, edhe me i gëzu sa ma shumë fëmijët rreth rrotull Kosovës. Po besoj që prishmërit e juja kanë mi kalu dhe këto qytetet, qysh i ka kalu Skenderaje dhe në tjerat. Do me thonë, nëse një fëmijë në atë kohë i ka pas 10 vjetë, tash një është 15 vjetë. Kupton? E kjo është e esenca që le të rritën fëmijët duke parë, duke e prek atë personalitetin që e dënë apo të ëndrën e tina që e shenë në televizion dhe tani e shhedhet duke ullëshu me litarë. Kështu që edhone e bajnë një thirrje në përmjet televizionit ju që tjetë le të dalin sa ma shumë, edhe që ndoshta a ditë jemi një dhjetor, po le të vishëm pak ma trashe, dhe se do të ndjene edhe të ftoftin duke i po fëmijën e tina duke busqish. Pa qëtër edhe bizneset nëse veç ka, munden me ofru dhuratat të ndryshme, për shkak se që thash në ka ndalë, kemi prit që kemi pas rreth 200, po me Skenderaj kemi kuptu që duhet me pas tash rezerva. Me gjithë një zgjidhje, me mendue një farë backup kështë me pasën, edhe që i ftoj cilin do biznes që ka mundësi me përkra, sidomos me dhurata, jemi të hapon edhe me qëllimin që me pas sa ma shumë dhurata, sa ma shumë me i gëzu fëmin. Faleminderit shumë, Kristian, edhe Besnik që keni arsa në #gjese, paka shumë falem edhe për këtë kauzë kaq të bukur që e keni tash me edicionin e 6. Unë po ju uroj shumë suksese edhe do shijeme edhe herave tjera me aktivitetet e tjera të klubit Alpen. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe për përkrajen e vazhdueshme. Faleminderit shumë, Besnik, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shimi hera tjera në një kauz tjetër. Gjithçysh. E bashkë këtu po e përfundojmë edhe #gjesin për sot. Faleminderit krejt shikuesve që kanë qëndruar me mua deri në këto momente. E ne do shihemi nesër, ju vazhdoni me qëndru me programet e tjera të 7.